Rritja e çmimeve në Shqipëri ka pësuar një përshpejtim gjatë muajve të fundit. Sipas të vënave më të reja të inflacionit të matur me indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin prill 2026, kjo norma rrite në 2.8%, duke u konformuar me shifrën e publikuar më herët nga Instat. Megjithatë, dy indekset ndajnë qëndrime të ndryshme sa i përket grupit që ka ndikuar më shumë në xhepat e qytetarëve, ndërsa Instat raportoi se rritja më e madhe erdhi nga sektori i transportit, si pasojë e shtrenjtimit të karburanteve. Indeksi i harmonizuar tregon se goditjen më të fortë e ka marrë argëtimi. Sipas këtij indeksi, rritja më e madhe vjetore e çmimeve u regjistrua në grupin argëtim, sport dhe kulturë me 6.6%, e pasuar nga transporti me 4.1% dhe grupi pije alkolike dhe duhan me 4.0%. Më pas renditen shërbimet e kujdesit personal me 3.6% dhe sektorët e hoteleri turizmit si restorante dhe shërbime akomodimi me një rritje prej 3.0%. Nga ana tjetër, sa i përket ndryshimit mujor, në prill 2026, çmimet e konsumit u rritën mesatarisht me 0.3% krahasuar me muajin paraardhës. Ky shtrenjtim afatshkurtër u diktua kryesisht nga grupi pije alkolike dhe duhan, me një rritje prej 1.4%. Në krahun e kundërt, çmimet në grupin e transportit pësuan një rënje të lehtë prej 0.4% krahasuar me muajin paraardhës. Indeksi i harmonizuar shërben si instrumenti zyrtar për të krahasuar ecurinë e çmimeve me pakicë në Shqipëri me vendet e tjera europiane, duke matur shpenzimet e konsumit final si nga qytetarët vendas, ashtu edhe nga vizitorët e huaj në territorin shqiptar.